Kishte ardhur tani me kohë të caktuar për luftën e shtyrë dhe për rrethimin e qyteteve. Njëkohësisht, Adriano Pojo ai me thonin se kudo mbretëronte qetësia. Dhe herë Skënderbeu, i cili kishte vrarë me kohë mendjen për luftën që kishte menduar, dhe për gjërat që duheshin për të shkuar mbar çdo gjë, vendosi të mos merrte mundësisht për këtë punë dim prej Italisë, sepse çmonte se forcat e tij kishin shumë të mira për betejë fushore dhe për leshje në gondinat barazie ka të dy anët. Po mendonte edhe se ushtria e periotit nuk ishte sigurisht e aftë për rrethim qytetësh dhe për luftë të tilla. Përballë ishte mbreti i Apulis Alfonsi, i cili jo vetëm ai, por gjithë bota e krishterë e kishte mikun më të ngushtë. Kastrioti s'pati hall të mendonte për asnjëherë tjetër, sepse e dinte që askush veç atij s'kishte për ta marrë përsipër, më me kënaqësi dhe me shpejta të barë. Prandaj, përpara se të bënte ndonjë veprim, për të mbledhur ushtar në vend, ka diti për bukuri, dy anije, të cilat i ngarkoi me peshqeshe nga më të bukura, e dërgoi për tek mbreti i dy ka purpuratet e tij, bashkë me një letër të thurur, me shumë besim, me një farë shakaje, dhe që kishte zakon dhe pikërisht me këtë përmbajtje. Ushtarët tanë din të luftojnë dhe të japin fund luftës vetëm me burr, por jo me mure. Ju italianët, siç marr vesh, jeni të rrahur me këtë lloj lufte dhe e doni fort. Kështu unë kam nevojë tani për ndihmë dhe zellin tuaj. Armiqt kanë në e pirë dhe po thuaj mu në zemër të mbretërisë sime disa qytete. Shërime për të hequr sysh, dash Zoti këtë turp, është e vjetër, por i penguar nga vështirësitë e pambaruara të luftës. S'ka mundur gjë më sot të bëjë ndonjë provë me sukses. Për ta plotësuar këtë dëshirë, unë zgjodha si më të përshtatshme, kohën e tanishme, e dash për stinën e vitit, e dash se ka rënë të qetësi edhe me flet, për dimin e të cilit ne kemi bërë zap 2 herë gjerë tani. Me pak fjalë mund ta kuptosh se ç'duhet për këtë punë. Ne kemi gati pothuaj të gjithë të tjerat, vetëm juve ju presin. Më japësh ushtarë që din të luftojnë për së largu, dhe që unë do t'i pranoj me gjithë qef, ata agreptarë dhe 2 fektarët e tu, sepse sa për të tjerët kemi me shumicë. Për Luma Apulia o Alfonsi im, të ty mbret, se ne mund t'i kemi më tepër prej saj, si prej ndonjë thesari, të mërit e çdo fare. Sa herë që ne në paqe apo në luftë kemi lypur burra të vlefshëm, ti na i ke dërguar, ti na e ke zbukuruar tregën. Dhe ushtrinë, i ke dhënë shkëlqim me rregulla dhe me armë mbretërisë e periotit. Ty në paqe, ty në luftë. Çdo mosh, çdo çipi e pirit të lavdëron. Unë madje e përqafoj mirë dashjen tënde dhe mbaj gjallë kujtimin e të mirat të tua. Ndaj meje në një mënyrë të tillë që nga ndonjëherë, megjithse dukem të mos veproj drejt, lus për ty atë fat që nuk i krijojnë. Si thon një fjalë, por i provon miqt me qëllim që të mund ta kuptosh kështu me ndonjë provë më të sigurt dashurinë time për ty.